Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto eksperiencë. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mirë mbrëma të dashur miq, mirë se keni ardhur sërish në Mendoje një herë, programi që ju sfidon limitet e mendjes për të menduar gjëra nga më të çuditshme, që kanë shumë të vërteta aty brenda. Mirë mbrëma Kate. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur, ju lumshin komët që na erdhët. Temat tona do mbarojnë kush e di kur do mbarojnë, dhe me siguri kur të mbarojnë do i fillojmë dhe herë nga fillimi se nuk kena folur mjaftueshëm fare për asnjërin. Kemi plot material për të folur edhe sot flasim për karmën, që ti e ke si besim që ajo ekziston mes nesh edhe është fuqi plot. Po. Mu nuk më pëlqen fjala besim, kam qenë gjithmonë i fiksuar me i vërtetuar gjërat. Karma nuk është besim, paktën sipas mendimit tim ose sipas mendimit shkencor, ose kundërshtuesve të Einsteinit që në momentin që ka lind ose i ka hyrë shkencës, por që ka faktor shkencor që mund ta vërtetojnë karmën, është thjesht ligji i botës ku jetojmë, thjesht nuk e bën kush një lidhje të tillë mes faktorit fetar dhe faktorit shkencor. Nuk e bën kush. Shkencërisht nuk është vërtetuar, nuk është provuar që karma ekziston, edhe ka fuqi të ndryshojë gjërat. Domethënë, ti mund ta konsiderosh një lloj drejtësie hynore, por për shumë të tjerë mund të jetë thjesht një lloj mekanizmi i trurit, një mekanizëm psikologjik që të qetëson. Dhe në momentin që ti nuk i ke në kontroll disa situata dhe nuk bën dot asgjë për të vendosur drejtësi kundrejt njerëzve që të kanë dëmtuar, ti thjesht pret edhe merr kohën tënde. I lën Zoti, kjo është forma se si Zoti vjen në tokë, po thua përmes karmës. Po, mund të themi krijuesi, se Zoti është aspekti fetar. Mund të themi krijuesi, më pëlqen më tepër fjala krijuesi, sepse duke thënë krijuesi bën në sumë që unë nuk di asgjë për të. Që është e vërtetë që ne nuk dim asgjë për të. Krijuesi ai që krijoi tokën, po krijoi edhe problemet me sa duket. Krijoi edhe problemet, krijoi edhe zgjidhjet. Për të zgjidhur ato. Por kodi është kodi ose gjurma e gishtit të Zotit të krijuesit të lënë në këtë realitet, kodi i realitetit kompjuterik, nëse mund ta quajmë ku jetoni, ai është karma. Por njerëzit kanë një perceptim të gabuar se çfarë është Zoti. Shkaktohet nga librat fetare, nga fetë abrahamike, nga fetë monoteiste që e konsiderojnë Zotin lart si një entitet që vendos rregulla dhe bla bla bla. Unë them originalisht në aspektet fetare, në fetë pagane, në fetë si budizmi, para se të krijoheshin fetë abrahamike, monoteiste, po flitej për diçka tjetër. Po flitej për shpirtin e shenjtë, po flitej për gjurmën e Zotit këtu brenda. Jo atje jashtë, sepse nuk mund ta dim çka ka atje jashtë. Mund të jenë dy zota, mund të jetë një skuadër që ka krijuar këtë vend njësoj siç krijon skuadra e GTA San Andreasin. Një skuadër me njerëz. Kur lodhet një zot, futet zoti tjetër në fush. Nuk mund të dim asgjë, mund të jetë një oktapod. Mund të jetë Zoti mund të jetë oktapod. Mund të jetë në një botë ku nuk ka gravitet, dhe në vend që të marrin frym, marrim llava. Kjo është thelbi im, është që nuk mund të dim asgjë dhe është gabim madhor në sytë e mi, sidomos nëse shkruajmë një libër dhe themi Zoti kështu, Zoti kështu, Zoti kështu, Zoti kështu. Përfitimi yt për Zotin cili është, që është oktapod apo diçka tjetër? Nuk ka rëndësi. Unë nuk di asgjë për të dhe kaq mjafton. Është thjesht duhet të pranoj që nuk di asgjë për atë më lart, atë që ka krijuar këtë gjë. E vetmja gjë që mund të flasim është çka ka lënë këtu brenda. Si e ke kontaktin ti me Zotin? Brendësisht. Unë besoj te fjalët e Jezusit, nuk është e njëjta gjë se të besosh te Bibla, sepse është shumë i ngjashëm si një entitet shumë i ngjashëm me Budën. Mund ta quajmë. Është një person që të thotë me u lut internally, në brendësi. Në brendësinë tënde. Po. Dhe kur u lut me fjalë, u lut sepse deshem ja shpjegoj njerëzve si ta bëjnë lutjen, jo sepse duhet patjetër me fjalë. Shiko, unë mendoj që njeriu duhet veprojë për veten e tij, edhe duhet të jetë luftarak për nga natyra, mos i lër gjërat të ndodhin për të, sepse siç e shohim edhe sot, janë njerëzit e këqinj ata që prosperojnë edhe ecin në jetë, ndërkohë të mirët janë ata që rezervohen edhe të kurren edhe ndoshta edhe izolohën dhe nuk luftojnë për të drejtat e tyre. Pse duhet patjetër unë besoj te karma, te një fuqi e mbinatyrshme, e pavërtetuar, askush nuk e ka parë, askush nuk e ka provuar, se fundja për çfarë do kishe sistem drejtësie, për çfarë do kishe polici, nëse gjërat u zgjidh kanë vet. Këto janë rregulla njerëzore. Nëse fjala ligj vjen nga fjala lig, ka të njëjtën bazë. Është i lig. Nuk mund ta bësh moralin njerëzor ligj, sepse në momentin që e bën ligj dhe e shkruan në një copë letër, brezi që lind pasi e ke shkruajt atë urren moralin, sepse urren faktin që ja ke bën me detyrim.
Njerëzit urrejnë gjithçka me detyrim, domethënë kur të thotë mami kur isha e vogël, fli tash s'do me fjet, vetëm edhe nëse të flihet, thjesht sepse është me detyrim. Do me shku në shkollë, nuk do, sepse është me detyrim. Është njeriu urren gjithë gjërat që janë me detyrim, sepse edhe në qoftë se ja bën moralin detyrim në një vend të shkruajt aty që lexon libri, që lexon ligje, ose qoftë librat fetar, Bibla, Kurani, dhjata e vjetër, çdo gjë që është ligj dhe duhet ta bësh kështu njeriu në thellësitë vetvetes, masa nuk e pranon, por e urren atë, sepse është ligj. Nëse njerëzit do besonin masivisht te karma dhe nuk do kishte rregulla dhe ligje, do ishte një kaos shumë i madh. Do kishte njerëz që do vidhnin, do kishte njerëz që do abuzonin, po patjetër, secili do rrëmbente momentin, do përfitonte maksimalisht. Do ekzistonte vetë gjyqësia, do ishte një botë mes mësimeve të Krishtit dhe kanonit në Shqipëri, që janë shumë të ngjashme. Do të flasim për këtë kanoni, po. Kanoni si të duket ty, gjë e gabuar apo e saktë? Tani, i përket një periudhe tjetër historie të Shqipërisë. Kështu që fakti që ti e risjell në bisedë edhe e lidh me karmën, prap një lloj ndëshkueshmërie është apo jo, se edhe ai ishte një kushtetut për atë kohë. Ishte një kushtetut, po është kalu diku te 400-500 vite ose më tepër, mos gaboj para se të shkruaj. Ishte formimi i shtetit që duhet ta shkruanin. Në fillim ishte thjesht një ide gjenerale se si funksionon morali shoqëror. Patjetër, që respektonte individin, gjini të caktuara, i trajtonte më ndryshe. Ishin femrat më tepër mbi destin. Mbrojtja ndaj femrës patjetër. Ishte një shoqëri që funksionon vetë, pa ligje të shkruara. Edhe ato rregullat nganjëherë ndryshojnë, sepse interpretojnë ndryshe brezat që vinë. Rëndësi ka që nuk është me detyrim. Nuk është çështje interpretimi, është çështje evolimi, është mënyra se si njeriu zhvillohet brenda shoqërisë. Dhe janë disa parime që jo detyrimisht bien, po transformohen ose përshtaten me kohën dhe me nevojat e njeriut dhe habitatit ku ai jeton. Kjo është diçka që ta garantoj që nuk ka ndryshuar me kohën, edhe mund ta faktoj këtë gjë. Ka diçka që quhet shumë interesante, që quhet Game of Life. Kanë marrë një ca kompjutere, domethënë kanë bërë një kështu studim se si do ishte sjellja perfekte njerëzore për t'ia dalë më mirë në jetë. Si do ishte? Edhe një nga kompjuterat e bëjnë për shkakun që thotë gjithmonë jo. Është gjithmonë i pasjellshëm me kompjuterat e tjerë, që simulon një njeri. Një kompjuter tjetër ka strategjinë të jetë gjithmonë i sjellshëm. Të del me llogari matematikore me era shkurt, domethënë që strategjia më e mirë ishte një tit for tat, quhet. Siç më bëne do ta bëj. Nëse mos bëj kurrë keq i pari, nëse kompjuteri tjetër ose njeriu tjetër në këtë simulim të bën keq, bëj dhe ti. Nëse të bën mirë, bëj dhe ti. Kjo është matematikisht strategjia më e mirë për të ecur në jetë, matematikisht. Që të bësh keq kur të bën keq? Bëj keq mbrapsht. Kur të bën dikush keq, bëj keq mbrapsht. Kur të bën dikush mirë, bëj mirë mbrapsht. Kanoni. Pas 500 vitesh të del me llogari matematikore që është zgjedhja e dur, edhe do ishte mirë që të funksiononte shoqëria ashtu. Po sapo kundërshtove veten. Pse? Po se karma është ajo që vendos në këtë rast, që ti po thoje, besimi yt që është e njëjta gjë. Që Zoti do ta ndeshkojë vetë atë njeriu në keq, madje 2 fish. Njohuria hyjnore. Njohuria hyjnore. Gjurma e gishtit Zotit këtu brenda, totali energjisë, memoritë e tua bashkë me memoritë e mia, bashkë me memoritë e regjisë, bashkë me memoritë e çdo maci. Edhe Zoti me Face ID me gjurmë gishti. Po. Teknologji avancuar. Thelbi i asaj që do të thojë është se kjo ka vetëm një gabim. Edhe gabimi i vetëm i asaj llogarie matematikore që po shpjegoja është çfarë ndodh nëse përballen një tit fortat me një strategji tjetër tit fortat. Dhe njëri bën keq, që i bie që tjetri do bëj keq, dhe tjetri do bëj keq dhe keq dhe keq dhe keq dhe keq dhe keq. Kanoni. Një marrë i gjaku për një dhe vazhdon deri në përgjithmonë. Kështu që strategjia që vendosën është fal nganjëherë. Nuk e bën 50% keq, 50% mirë, e bën 51. Në një pik keq, një nga këto strategjit do thot po. Do thot ta fala. Edhe tash janë po. A je dakord ti që njerëzit që bëjnë keq janë më të suksesshëm? Janë më të suksesshëm në botën materiale ku jetojmë tani. Kjo është një provë më tepër që ekziston karma. Po tani një botë kemi, sepse kemi disa materiale, kemi dhe botën mendore dhe botën spirituale. Përbëhemi nga 3 gjendje, secili nga ne. Patjetër, po aktualisht ku jetojmë? Në botën materiale. Po puna është se vendimet i marrim mendore dhe spirituale. Është si të thosh që jeta jote shkon ndryshe nëse vendos me dal nga shtëpia sot dhe mos me pa makinat e kuqe, po me pa makinat jeshile. Nëse del në rrugë dhe fillon me numëru makinat jeshile, do numërosh 36. Po. Mos bësh dëme. Do numërosh 36 makina jeshile që pe sot, dhe pastaj dil nesër nga shtëpia dhe shif makinat e kuqe. Pyet veten, a pash makina jeshile sot? I ke pa, aty kanë qenë. Aty kanë qenë. Zezat bardha. Nuk ka rëndësi, nuk është aty. Po nuk më përgjigje pyetjes. Ç'a? Mendon që njerëzit e pushtetshëm janë njerëz të këqinj dhe përfitues dhe i shkelin ata që janë më pak të fuqishëm? Kjo është një arsye më tepër pse ekziston karma, është e vërtetë.
Është e vërtet sepse kanë gjetë një mënyrë për ta kançelu karmën e tyre. Njerëzit kanë një interpretim të gabuar se si ekziston. Karma është e njëjta gjë me ndëshkimin e Zotit, që ti bën diçka të keqe dhe Zoti do ta kthejë një ditë. Kjo është e njëjta gjë po me fjalë tjera, po ka një gabim thelbësor, Jo, një gabim shumë të madh. Njohuria hyjnore. Njohuria hyjnore, jo Zoti, nga e cila bën pjesë dhe ti. Te njohuria hyjnore bën pjesë dhe ti. Mund të aksesosh njohurinë hyjnore sa herë që të thotë intuita mos i beso këtij personi. Kush ta thatë, mos i beso këtij. Është dikush tjetër që jeton aty brenda. Nëse Sa më pëlqen kjo që bën. në momentin që E kam vendos përvecu akoma. në momentin që të vendosë një libër përpara dhe të thonë që kontrollin e ka Zoti i lartë, nuk e ke Okej, ti. një sekond, se Prit, sa po para se humbëm po- një super moment. Kjo gjëja i bëhet bostanit. Po. Për ta parë nëse është i Po pjekur shoh apo është i pjekur jo. Është. Në momentin, po thoni, Ja, në tre momentin frymëzime. që i vendos një libër përpara personit dhe ja bën mendjen të besojë në atë mënyrë që Zoti është lart dhe është mbi ty, nuk ka asnjë fuqi ndaj tij dhe nuk ka asnjë kontrollin e ka komplet ai, njeriu nuk mund të manifestojë dot, sepse nëse duhet manifestosh, duhet pretendosh sikur e ke marr atë gjën. Do të jesh 100% confident që do ta marrësh atë gjën. Njësoj si ai që të ka bë keq do marrë ndëshkimin e merituar. Duhet të jesh 100% confident në mendje subkonsciente që do ndodhi. Po pra, Në qoftë se ja ve kontrollin Zotit Të lart, lësh të gjithë fuqinë karmës, kur ti sapo the që njerëzit e pushtetshëm janë ata që e kanë kanceluar karmën e tyre. është një trik matematikor. Domethënë mund të shpjegoj si funksionon. Nëse jeni kurioz, mund të jepet shpjegimi i gjithë dosjes Epstein, pse i bëjnë atë gjërat e ligë dhe pse më e rëndësishme na e tregojnë këtë gjë. Se janë të mundu me pastru karmën e tyre duke na e tregu. E para njëherë funksionon brendësisht, nuk është në dorë të Zotit ose një entitet tjetër, është në brendësitë tonë. Ne kemi diçka që quhet morali brenda, që nuk ka pse ta ketë dhënë përmes atij libri që besoni ju Zoti nga lart. Morali ekziston përmes ndjenjës hakmarrjes dhe ndjenjës empatisë. Që shumë e thjeshtë, domethënë arsyeja pse nuk i bën keq dikujt tjetër sepse ka ndjenjën e hakmarrjes vetë, ndjenjën e empatisë. E para empatia, po sikur të më bëj kjo e keqe mua. Kështu që nuk ja bën atij tjetrit. E dyta hakmarrja, nëse do mbëj mua, unë do doja të merrja hak. Kështu që nëse ja bëj Po të tjetrit, do njerëzit doja të marrja hak ai. empatik janë ata që vuajnë më shumë, sepse Po. i mendojnë gjërat kaq gjatë. Ndërsa të Dakor. këqinjt janë ata që thjesht veprojnë. Është Pa e më marrë parasysh se sakrifikuar. kë mund të lëndojnë. Është gjithmonë një betejë me sakrifikoj veten për tjerët apo të sakrifikoj tjerët për veten. Njëri i mirë dhe njëri i keq. Puna është se nuk ka dikush tjetër që po e gjykon. Thjesht njerëzit që janë njerëz të mirë nga natyra, njerëzit me empati të lartë, nëse bëjnë keq një mize, mos nuk i zë gjumin natën, kanë ndjenja ankthi ose ndjenja pse e bëra gjën e keqe, nuk i zë dot gjumin natën, është një ndjenjë e keqe, një ndjenjë faji, një ndjenjë turpi, që e Atë kanë kap- drejt vetes vet. A të kap karma kur ti vret një miz? Të kap karma me vlerën e një mize, që domethënë të kthehet, po jo shumë, se sa vlen një mizë. Vjen një miz tjetër që të bezdis. Është matematik, Merr nuk hak për është mizën. shkencë tjetër që nuk ja kanë shpjeguar shumë, nuk është besim fetar. Karma nuk është besim fetar, është thjesht kodi i universit ku jetojmë dhe funksionon në brendësi. Nuk është se të gjykon Zoti sepse ke bë diçka të keqe, e ndjen ti veten në Nuk faj, është- kështu që nuk manifestohet është- faji që ndjen dhe bëhet i vërtet dhe të kthehet në thonjza ajo që ke bër. Ndërsa këto kanë gjetë një mënyrë me e kançelu, që është një mënyrë matematikore. Thjesht vetmja gjë që duhet bësh nuk e pse bind, siç thash një entitet tjetër Zotin që jam njeri i Çfarë mirë mos më formule ka? gjyko mua. Formula është që duhet të bindësh veten tënde që nuk ekziston faji që ndjej. Ne e kemi moralin normal, i njeriut normal që është në shtëpi në këto momente, është që nëse bëj mirë do marr Vetëm ata mirë. që janë në shtëpi kanë moral. Po, Në këtë moment. që po e dëgjon këtë, ose nga makina, nuk ka rëndësi. Po. Moralin normal, i njeriut normal është nëse bëj keq do marr keq, nëse do bëj mirë do marr mirë. Kështu është siç e shkruan në librat fetar, siç e kanë njerëzit në brendësi nga vetja. Po kjo është për llogari, njeriu nuk mund të jetojë kështu. Po. Duke planifikuar çdo gjë. Po unë jetoj duke planifikuar çdo gjë. Ose je ashtu, ose nuk je ashtu. Ose je i mirë dhe bën mirë, ose je i keq edhe punon mbrapsht. Thelbi është çan ndjen mas i bën keq. Sepse nëse je njeri i mirë në përgjithësi ti ndjen një ndjenjë faji. Dhe kjo manifestohet në të vërtetë, prandaj të kthehet në thonjza, sepse Dakor, faji po që ka ndjen një vetë gjë manifestohet. që kur të bëjnë keq, ti nuk mendon të bëjnë keq, nëse je njeri i mirë dhe empatik, po ti lutesh. Po. Më kupton, pra nuk lutesh që ti bësh keq atij tjetrit ose ti ndodhi më keq se sa ti, po gjithmonë ke atë pyetjen pse? Po. Pse mua? Ose fali Zot se nuk din ç'bojnë. Domethënë në niveli më i lartë i empatisë Jo, është po, mos t'i vesh patjetër. është mos t'i vesh faja askujt për asnjë gjë që ka bërë, sepse aq di. Edhe po ta mendosh nuk është e gabuar kjo. Kushdo që ka bën një krim aq ka ditë. Për moment, jam i sigurt që u pendu. Në këtë mënyrë, nëse e shef nga perspektiva e tjetrit, është gjithçka justifikuar. Niveli më i lartë i empatisë shkakton jetë të keqe për ty, sepse mendon gjithmonë për tjetrin dhe asnjëherë për vete. Këto bëjnë të anasjelltën. Kjo është një llogari matematikore shumë e vjetër, domethënë.
E para njerë, si ka mundësi që ne i tregojnë këto sekretet, këto Epstein liqet që bëjnë, këto sakrifikimet, gjonat brutale që bëjnë, pse ne i tregojnë të filmat, të këngët, të shfaqet që shohin. Se kam idën fare. Kjo është diçka që shkruhet dhe te librat fetar, shkruhet shumë kohë më parë që nuk mund të ta bëjnë diçka të keqe pa ta thënë. Duke ta thënë të marrin miratimin, është si kontrata e punës, që të thotë shefi, do të punosh me mua? Po. Nga tash jetotja e ke vetë. Pra të manipulojnë, po thua. Është përgjegjësia jote. Po. Në qoftë se ato ta kanë thënë në një film që ti e ke pa dhe e ke konsideruar thjesht si film, që po bëjmë diçka të keqe, po bëjmë diçka të keqe te filanishu dhe pastaj ti vazhdon, masi e di këtë informacion, masi të shfut kjo në mendje, vazhdon dhe dëgjon këngët e personit, ti i ke dhënë një leje këtij personit që ta bëj këtë gjë e keqe. Faji nuk i mbetet më atij. Faji nuk i mbetet më atij. Faji vetëm që mund të mbetet atij është nëse është njeri i mirë në vetvete e nuk e zë dot gjumin natën. Edhe kjo rregullohet me faktin që ka 1 milion fanca, e do marrin 2 milion euro nga tipi ose 2 miliardë euro nga tipat si Jeffrey Epstein, e do marrin shpërblim për diçka të keqe që bën. Kështu që mendoje si jo si një njeri normal, këtë Eminemin e famshëm që bën Epstein liqe. Mos mendo si njeri normal, mendoje si një njeri që i bëhet morali flip nga lart poshtë, sepse me sa duket, unë qoftë se shkoj te ky ishulli dhe bëj diçka të keqe, dhe mjafton t'ia tregoj këtyre, zhduket faj dhe pastaj i vetmi faj që mbetet është brenda meje. Sidomos herën e parë, mase nuk e zë dot gjumin 1-2 muaj, si mund ta bëje këtë gjë? Çështja e fajit është një gjë dhe karma është një gjë tjetër. Është ajo drejtësia që ti ja beson kohës. Pra, faji që ndjen në vetvete shkakton që të ndodhi gjëja e keqe mbrapsht, sepse e kontrollojmë ne, jo Zoti. E manifestojmë fajin që të kthehet. Ti ndihesh i pafuqishëm, po thua, dhe prandaj njerëzit përfitojnë edhe të bëjnë keq. Kjo është. Në rastin e njerëzve të mirë po. Në rastin e këtyre këto gjën një mënyrë për ta kanceluar dhe fajin që ndjejnë vet. Një person i tillë që i ka bë keq një fëmijë ai ishull dhe ka 1 milion fanca që shkulin kokën, domethënë flokët nga koka sa herë që e shohin dhe paguajnë $500 për një biletë të koncerti atij edhe pse është i regjistruar. Ky është një idhull, është për çat paralajmërojnë librat fetar, mos ndiqni idhuj. Është një idhull që po bën harvest energjitë e turmës që e ndjek. Imagjino si duhet ndihet ai tipi, që del në publik e njerëzit shkulin flokët. Kjo është një mënyrë, është ndihet mirë dhe kancelohet faji që ka bë. Dhe nga tash jetutje, herën e dytë. Sepse merr adhurim, shpërblehet për të keqen që ka bërë. Bëhet idhull për të keqen që ka bë. Dhe vetëm gjë tash. Cila ishte e keqja që kishte bërë? Epstein liqe. Po jo të gjithë bëjnë Epstein liqe. Kushdo që është atje lart në rang i famshëm botërisht, është duke u marrë me Epstein liqe. Kushdo që është shty, kushdo që nuk e di pse u bë i famshëm, kushdo që e ka muzikën kot. Me thon troç dhe mirë, ne kemi edhe në nivelin e shoqërisë tonë, edhe jetës normale që bëjmë, pa kaluar tek njerëzit super të fuqishëm që drejtojnë botën edhe kanë vendosur këtë lloj rendje. Po jo gjithçka mund të jetë metafizike, në sensin realiteti është ky. Ti jeton brenda një sistemi, ka privilegje, ka rastësi, ndonjëherë ka edhe fat, kështu që këtu mund të flasim për fuqinë e karmës ne, se si jemi të kushtëzuar. Pra nëse dikush niset për të të bërë ty keq, ndoshta mund të jetë rrethana se si ai është rritur edhe është edukuar. Niveli nga ai vjen, fakti që ai gjen atë guximin e tmerrshëm, nuk gjen as arsyen, ndoshta nuk ka asnjë lloj objektivi apo synim të qartë, por është produkt i ligësisë, i varfrisë. Do me thënë për të bota funksionon në këtë formë, prandaj ai nuk ndjen keqardhje kur të bën ty keq. Ama i jep shanse vetes ti për të rritur edhe për të përfituar sa më shumë, ndërkohë që ti pret që një ditë karma të funksionojë dhe të të ndihmojë ty, sikur ka një departament atje lart për ankesa që mblidhen, ka një listë thonë, të bëri keq ky, zemra vogël. Dikush që bën faj dhe nuk kujdesemi ne. Dikush që bën faj dhe nuk ndihet fajtor, nuk e manifeston në vetvete dhe nuk i kthehet. Ky është një trik. Ky është një trik që është bën njerëzve përmes besimeve fetare. I bën njerëzit që bën një të mirë objektive. Ka thënë Zoti. Po ti ata që bëjnë keq në këtë rast kur thua. Me kancelimin e karmës. Po pra. Po japim një shans këtyre që janë mirë. Kanë bë vetë këtë lloj sistemi. Nuk po them që po e bën ti, po cila është zgjidhja në këtë rast? Pra e zëm se shikon jemi me njerëzit e mirë. Unë të paktën jam me njerëzit e mirë. Këtë anë mbroj, ky është grupi im, my team. Ideja është që sa duhet presi njeriu për të përfituar nga karma. Nuk ka limit kohor, është sa e beson ti që do të kthehet, sa konfident je në manifestimet e tua. Po ndërkohë gjatë kësaj kohe që ti pret mund të bëhen 2000 të zeza. 2000 pa drejtësi. Mos u fokuso te makinat e kuqe, fokuso te makinat jeshile. Do shohësh vetëm makina jeshile. Po. Është gjithçka as above so below, ai sa ka brenda ai çka dhe jashtë. Mendja konsciente e barabartë me mendje subkonsciente. Ana sjellta komplementuese e saj. Konscienta po jeton filmin, subkonscienta është duke bë filmin rrotull që ti jetosh ti.
Është thjesht një lojë me atë tipin që quhet intuita aty brenda, është thjesht një lojë. Sa herë që do me lënë sheqerin, pa pritur të shfaqet tezja, thotë, do me kam bo baklava, të keqen nona, do të loma? Është gjithmonë ajo tezë. Si ndodh ajo? Si ka mundësi që ndodh herë? Po se gjithë kemi tezë pastiqere. Karmën mund ta quajmë çdo gjë, unë e quaj bie fjalë mund ta quajmë sistemi i distribucionit koteleve, e quajmë. E ke vurë që sa herë që bën një gjë të mirë ose i jep një lek të vogël, një lypsi, mas 5 minutash pa pritur të dëgjoni. Është kotelja? Po, unë ashtu e quaj, është një sistem këtu rrotull, një sistem drejtësie që t'jep një shpërblim. Liza në botën e çuditërave. Masa funksionon me mua, sepse unë kam qef kotelet. Unë jam tip që i kam qef macat. Funksionon me mua, është një shpërblim, është mënyra e pagesës së Zotit, mund ta quajmë me 100 palthonjza. Me kotele. Po, është një shenjë. Është një shenjë që sapo bëre diçka të mirë. Ndihesh mirë në vetvete dhe prandaj ndodh ajo. Kështu mund ta quajmë me shumë fjalë të ndryshme. Thelbi im është që nuk është besim fetar. Tani, edhe kam një provë për këtë. Se kape një temë çik delikate për ata që lypin. Po. Dhe ti i ndihmon. Ideja është këta njerëzit, sistemi mund t'i ketë mbrojtur, mund t'i ketë dhënë sa lehtësira, mund t'i ketë dhënë ndihmë sociale, mund t'i ketë dhënë strehim. Dhe ata e kanë refuzuar, sepse duan që të lypin, apo jo. Po. Dhe ideja është ti e ndihmon sepse je njeri i mirë. Por nuk mendon që jeta e tij do ndryshojë sepse ti i dhe ato parat. Jo. Pra realisht ti nuk e ke ndihmuar, ai duhet prap në rrugë duke lypur. E vetmja gjë që bëjmë është krijojmë një sens falso brenda vetes tonë që po, kemi për bërë diçka këdheli të me mirë. gonton, prandaj të pëlqen kotele ty. Po, gjithçka, po, atë po them, gjithçka është e brendshme, nuk është se ta jep Zoti më vërtet, thjesht ta jep mendja subkonsciente, që krijon filmin në cilin po jeton mendja Bëj konsciente. mirë që të djesh mirë ose bëj mirë që të djesh një kotele. Është thjesht një mashtrim, manifestimi është një mashtrim i trurit tënd. Është duhet të bindesh mendjet subkonsciente që do e marrësh ose e ke marr që tani atë që kërkon. Nëse arrin ta bindesh mendjes subkonsciente që e ke marr atë që kërkon, mendja subkonsciente mashtrohet, është kafshërore. Nuk ka asnjë ndryshim mes të shohësh këtë gotën dhe të mbyllësh syt dhe ta imagjinosh gotën. Truri nuk e di diferencën. Mendon se po e shef. Nuk ka ndryshim. E vetme gjë që duhet bësh është ta bindesh trurin që ka më vërtet 100 miliardë euro aty, qofse je 100% confident shfaqen. Por asnjëri nga ne nuk është 100% confident. Ky është një shtypje gjenerale e trurit që po i bëhet gjithë njerëzve. Kate, pse thuhet që karma is a bitch? Jam i sigurt që e thon vetëm njerëzit e këqij. Nuk jam dakord me këtë. Është kodi i universit, kodi i botës ku jetojmë, kodi në cilin e shkruaj, siç e shkruajmë në lojrat me njësha dhe zero. Karma nuk është e tmerrshme? Mund të jetë të tmerrshme për dikë që ka bërë gjë të keqe, një të tmerrshme për një të tmerrshme mbrapsht. Do të them një faktor interesant. Jo. Se shumë njerëz e lidhin me fekt, është një fet, do të kthehet ajo, po sigurisht që do të kthehet. Harrojmë që përbëhemi nga energjia. Të gjithë ne përbëhemi thjesht nga energjia dhe ka njerëz negativ në një dhomë dhe ka njerëz pozitiv në një dhomë. Është thjesht kimi. Ti mendon që njerëzit lindin të tillë, negativ ose pozitiv? Bëhemi nga jeta, nga rrethanat e Zotit rrotullnesh. Pa zgjedhje? Nuk ka asgjë që është zgjedhja jon. Nuk mund të parashikojmë mendimin ton të ardhshëm. Nuk mund të parashikojmë kur të thotë intuita, ky personi është i pa, nuk do t'ja zë besën këtij, më duket i dyshimt ky personi. Pyetja lind kush ta tha atë mesazhin tru. Më kupton çfarë do të them? S'nuk fare. Një faktor interesant është që kur qan baby natën, mami zgjohet instinktivisht, babi thjesht vazhdon të gërhet. Ndërsa nëse dëgohet një kështu, që troket dera, mami vazhdon gërhet, babi zgjohet. Këto sepse intuita ti funksionon ndryshe. Biologjia e njeriu. Kjo na tregon dhe diçka tjetër. Po, kjo na tregon që kemi instinkte. Unë çohem nëse ka nevojë për mbrojtje, mami çohet nëse ka nevojë për baby. Këto janë instinktet tona, por kjo tregon dhe diçka tjetër. Kjo tregon që ndërkohë që ju jeni në gjumë, qoftë mami, qoftë babi, të dy dëgjojnë të qarën e bebit që është në dhomë. Thjesht intuita e mamit vendos me e çu nga gjumi, që i biti jetë zgjuar gjatë gjithë kohës. Ka një pjesë tonë që është zgjuar, se ne nuk ndalojmë në herë së treturi ushqimin, edhe kur jeni në gjumë. Nuk fle e tërë aty, flen vetëm ti koshiente. Ka një diçka, një entitet rrotullnesh që vendos për mamin që duhet të çohet tash sepse ka nevojë për gjim. Është një entitet që vendos për mamin gjithmonë. Është ai entiteti. Kush? Që vendos për mamin. Okej. Tash ai vendos për mamin në këtë rast që duhet të zgjohesh nga gjumi, ndërsa për babin vendos që nuk duhet të zgjohesh nga gjumi, që tregon që është një entitet që po ju shef gjatë gjithë kohës, ndërkohë që flini. Është aty me ju gjatë gjithë kohës. Kjo është shumë evil, kjo që po bën. Unë desha t'ju them dhe i fakt interesant. Po karma do merret me mua pastaj, nëse unë bëj gjëra të këqija. Fli ndërkohë që unë i flas për shkencë popullit. Faleminderit se jam pa gjumë të drejtën. Kush nga ju
kush ka ju, se ju kam sjellë foto shumë të bukur. Mirë do ishte mos gërhisje, se dëgjojnë nga publiku. Kush nga ju e ka pa këtë shenjën këtu? Neada, e ke pa këtë shenjën këtu? Çfarë është? Yin and yang. Oh. Në qoftë se mendojmë pak ndryshe, e perceptojmë pak ndryshe, kjo është një vorbull, një spirale, një wormhole, një portal. Portali është diçka ku informacioni kalon në kohë zero, më shpejt se drita, informacioni është. Në qoftë se informacioni transmetohet për të mëzjove më? Po. Seriozisht e ke? Është gjë më interesante që do zbulosh në i herë, kjo është kodi i universit në cilin jeton. Edhe po ta thon gjithë Sa është kodi? Kodi 1 2 3 4. Bravo. Tani ky është një portal. Në qoftë se mendon pak ndryshe këtë vizatimin këtu që e ka bë Buda para 5000 vitesh, është një portal. Portali shkakton transmetim të informacionit pa kalu kohë. Zoti mendon pa mendim. Në qoftë se informacioni transmetohet nga këtu, pa kohë, në kohë zero, i bi që pas ka qenë gjithmonë aty. Ndërsa fotoja që shihni poshtë është një fenomen shkencor që shihet në mekanikë kuantike që quhet quantum entanglement, që është transmetimi në kohë zero, më shpejt se drita. Ka shumë kohë që është disprovuar që ka diçka më të shpejtë se drita, që është në lëviz në kohë zero, është shpejtësia e mendimit, është shpejtësia e intuitës, është shpejtësia e njohurisë hyjnore, e gjurmës Zotit që jeton këtu brenda nesh. Dhe këtë e ka thënë Buda para 5000 vitesh, nuk është besim fetar, është thjesht metafizik, metashkencë që nuk na ka shpjeguar askush në shkollë. Që vërteton çfarë? Që vërteton që ne ekzistojmë ose informacioni ruhet, informacioni është aty gjithmonë. Ajo e keqe që të është bërë, është rujt. No matter what, do kthehet një ditë. Mund të mos kthehet nga ai person, mund të kthehet si e mirë nga dikush tjetër. Është marrëdhënie ti me veten tate, nuk ekziston ky personi tjetër. Personi tjetër është NPC, kështu do të sugjeroj ta mendoj. Dikush të ka bë keq, dikush tjetër do të bëj mirë. Nuk ka pse të kthehet nga i njëjti person. Thjesht rëndësi ka të kthehet ty. Ai është i dërguari në realitetin ku jeton. Personi që të bën mirë. Është i dërguar. Që të marrësh një shpërblim. Ose është thjesht një NPC që nuk ekziston, siç nuk ekziston asgjë tjetër përveç mendjes tuaje e vërtetuar nga double slit experiment. Einsteini e ka gabim, gjuku nga mbiemri që ka Einstein. Kaq kisha, nga unë besoj se mjafton, kush e kupton e kupton, është thjesht metafizik. Asgjë nuk ekziston. E mbyllim me këtë. Nuk harrojmë të falenderojmë edhe sponsorët tanë, Klinika Europiane e Syrit me në krye Dr. Kastriot Boriçi, një mjek mjaft i njohur dhe specialist i okulistikës shqiptare. Në këtë klinikë mund të gjeni shërbim të dedikuar, konsultime dhe vizita për çdo problematikë që mund keni me shikimin tuaj. Klinikën Europiane të Syrit e gjeni pranë komunës së Parisit. Falenderojmë Eurocall Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri. Të pranishëm prej 35 vitesh në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi, ata garantojnë energji kudo që jeni. Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Faleminderit që na mbështesni. Electromagic na shoqëron po ashtu në çdo episod të Mendoje një herë. Keni mundësinë të provoni eksperiencën fantastike të gjitha elektroshtëpiakeve, më të mirat, më të forta dhe më cilësore, Miele, Teka, Aiden, KitchenAid vetëm në Electromagic. Përjeto eksperiencën. Falenderojmë Simak Albania, ku mund të keni akses në makineri industriale të avancuar për përbunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje të plot. Mos puno me limite, investon në performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mundësia për të jetuar më zgjuar vetëm me Smart Home Albania, teknologjia më e avancuar të cilën mund ta kontrolloni vetëm nga telefoni juaj, siguri për shtëpinë, biznesin e çfarëdo lloji gjëje tjetër. Faleminderit Smart Home Albania. Rikthehemi në studio, jemi prapë bashkë me mua në Adën dhe Kedin dhe na është bashkuar i ftuari jon shumë special. Një artist i rafinuar, do thoja unë, me emrin e tij të vërtet, Aris Demaj, por që për t'i shpëtuar karmës, ka zgjedhur një emër tjetër. Ju gjithë e njihni si Kilwa. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Sa hyrë. Unë kam marrë sepse je shumë simpatike ti, por karmës marrë vesh shumë. Faleminderit. Edhe ta kundërshtoj atë për çdo gjë që thot. E ke ndjekur programin? E kam ndjek programin. Ç'a mendon? Unë mendoj që ai është supersticioz. Do ta sjell me këmbë tok. Okej, nisi debati pa filluar ende. Sot kemi zgjedhur flasim për karmën. Ndoshta nuk është fusha dhe lëmi jot, thënë ndryshe, po amati artist. Edhe ti shkruan, edhe dashur pa dashur në tekstet e tua, ka ca momente që mund të jenë karmike aty. E ndërgjegjshme ose pa ndërgjegjshme jote, flet për karmën, për mënyrën se si njeriu shpërblehet ose dënohet për veprimet që bën. Yes. Nëse të pyes për fjalën karma, ç'a mendon për të? Si do e përkufizoje? Po është shumë delikate sepse nëse do flasim për karmën ose do shkojmë në atë që hindut besojnë vërtet karma dhe besojnë edhe për jetën e përtejme dhe rimëshërimin, ose
në mënyrë racionale ato që njerëzit në ditët e tyre zakonshme quajnë karma, po karma është kak pasojë. Tani ne ose do shkojmë tek rimëshërimi, cikli karmik. Çfarë beson ti? Jo, si besoj këtë, Ti nuk e beson fare? Shkak pasojë, jo. Nuk mund të jenë në të njëjtën botë, edhe rimëshërimi edhe shkak pasojë? Ja. Pse? Sepse është shumë e thjeshtë. Do i bëj shumë shkurt, do duket se kështu. Jo, mos i bjerë shkurt, kemi kohë. Okej. Në hipocampusin ton ndodhet edhe zona e cila mban memorien tonë, apo jo. Nëse ne e godasim atë memorien, ne nuk e dim kush jemi. Se në momentin që ne vdesim, ajo shpërbëhet. It gets dissolved. Po. Si mundet që ne të jemi prap versionet tona pasi kjo shpërbëhet. Pra, shkencërisht, biologjikisht është e pamundur. Nuk jemi të njëjtat persona. Në jetën tënde të ardhshme nuk do e mbash mend çka ke qenë tani. Por ama do mbaj mend veprimet, po këto veprime ku ruhen? Ruhen në mendjen subkonsciente. Edhe ajo si u quhet hipotalamusi? Hipotalamusi. Edhe ajo nuk është si më thon truri i kompjuterit që mban informacionet brenda, nuk i ka fizike brenda, janë sinjale elektrike. Mendimet tona, memoriat tona janë software. Nuk janë fizike. Edhe elektronin po ta vëzhgosh ndryshon, po elektroni nuk ma mend që e kam pa unë apo në Ada. Po. Ka memorie, të cili ti thotë double slit të eksperimenti. Po. Aty. Ajo tregon që nuk është në gjendje vale dhe jo në gjendje faktuale dhe fizike, për sa kohë nuk e observon observuesi. Kur observon observuesi, pastaj e ndryshon. Atëherë bën sens material. Kjo është manifestimi me fjalë tjera. Po ndodh. Po varet pastaj çfarë thon manifestim, se njerëzit e përdorin këtë fjalë në manifestimi, domethënë bëhet e vërtet ajo që beson, ose ajo që mendon, ose ajo që shef në vizualizimet e tua. Unë besoj si puna lotëve plak. Ti beson një herë që do të bie edhe manifestimi. Se jetash me koeficient thu? Koeficient, është algoritëm është. Po nuk është pasojë e veprimeve që ne bëjmë? Thjesht ndodh për ne. Është edhe algoritëm. Na kushtozon ku kemi lind, na kushtozon çfarë ngjyrë lëkure kemi, na kushtozon me çfarë inteligjencë ne kemi ardhur në jetë dhe kemi. Janë rrethanat që na bëjnë njeriu që ne jemi sot. Ne me vullnetin ton, mundohemi të ndryshojmë rrethanat tona dhe të kultivojmë inteligjencën, por problemi me ciklin karmik ndodh këtu. Nëse karma jon na ka sjell në këtë jetë për të vuajtur, sepse jetët më përpara kemi qenë pa drejt. Ti beson te jetët e mëparshme? Jo, unë besoj, por po e marrim teorikisht. Nëse kjo ka ndodhur dhe nëse dikush e beson këtë, atëherë personi që duhet t'i shpaguaj tani gjitha këto mëkate që ka bërë, a duhet të dorëzohet në këtë fat që ai duhet të paguaj? Po fati ti do përsëritet njësoj nëse ai dorëzohet, nëse ai lufton. Pra ai duhet luftoj. Patër si e shpaguan? Duke vepruar ndryshe nga çfarë ka bërë në jetët e mëparshme, se varet çfarë ka qenë, çfarë rrethanash ka qenë. Po pra, po në të njëjtën kohë ati me hindu i thotë që duhet ta vuaj këtë jetë, sepse jetën që ka kaluar ka bërë dëm. Nëse ai nuk e vuan këtë jetë, çfarë ndodh? Kjo është një skam dhe asgjë më tepër. Është pjesë në fillim nuk ka qenë kështu. Në feja hindu ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar rreth viteve 1800-1820 kur kanë ardhur europian. Le t'i quajmë europian për një moment sepse nuk janë europian, janë hebre. Po në dokumenta europian shkruan, po mund t'i gjykojmë nga mbiemri. Kanë shkuar aty dhe i kanë skllavëruar komplet gjithë shteti indis ka bë për 200 vite rresht të fundit, ç'a thonin ata. Dhe dallohet. Kanë modifikuar origjinale. Kanë modifikuar, kanë bërë të njëjtën gjë si te feta abrahamike. Ti beson në Zot? Me të pyet. A ke një Zot tëndin? Unë nuk besoj te fjala besoj. Ti nuk beson? Jo. Nuk ke një fuqi që të motivon? Jo, fuqi që motivon kam sepse unë jam një. Të pëlqejnë gjërat që vërtetohen. Më pëlqejnë gjërat që vërtetohen, por në të njëjtën kohë unë nuk mundem ta mohoj, sepse nuk e di të kundërtën. Pra lë të hapur. Po kur gjërat shkojnë keq? Nuk ke një besim që mund të rregullohet për ty, thjesht e vuan atë që po ndodh? E vuaj sepse është pjesë e jetës time, është algoritmike, është ciklike. Unë të them që gjithçka është besim dhe asgjë që nuk është e vërtetuar, as matematika. Do të flasim për këtë? Edhe matematika ka fjalën besim brenda. Jo, po unë s'kam se si ta vërtetoj se nuk ka asgjë që e dim që besojnë në unicorns. Po. Sa të bukur që janë. Fjala unicorn donte të thonte përmendet në Bibël dhe fjala unicorn do të më thonë rinoceronti. Ka ndryshuar fjala me kalimin e kohës. Se kanë lëmë ngjyra. Po jo më burr. Fjala unicorn është në Bibël dhe fliste për rinoceronti, kërkojeni ku doni. Fjala origjinale është për rinocerontin, pastaj u bë kali një brirësh. Ndryshon me kalimin e kohës për ta bërë historinë siç e duan vet. Aristyt kanë lënduar? Njerëzit kanë bërë keq? Patjetër, po është pjesë e jetës ajo. Ç'a ke bër? Si ke vepruar?
Ta bëjmë më konkrete. Nëse ka qenë gjë pune, unë si kam falur, domethënë punë nuk lejoja asnjëri të më ndërhyjë. Nëse ka qenë gjë personale, unë i kam falë sepse është kohë humbur të mbaj meri edhe nuk më duket racionale. Po, nuk i jep mundësinë këtyre njerëzve që ta abuzojnë edhe të vazhdojnë të bëjnë keq. Po jo s'mund të më bëjnë keq nëse psikologjikisht s'kanë si më bëjnë keq. Ose Fizikisht kanë ta din sigurisht unë nuk e tipin, lejoj. e din ku janë ato vrimat e tua, hapësirat e tua ku mund të futen. Ka për fat mirë timin s'ka. E Mund thosh mendon çfarë dush ti? për mua, po, mund të jetë dikush në emision që vjem sham mua, do më duket si kinet se bon. Nuk të prek ofendime. S'më prish punë fare. Po mirë, flasim për dëm edhe më të mëdha. Të tipit, nëse dikush të vjedh, edhe ti e di se kush është. Ti duhet lësh karmën që të bëj drejtësi për ty dhe ai ta pësoj edhe më keq? Unë besoj që ai do e pësoj, sepse ka një ligj, Po për te kësaj, ka një psikik, ligj njerëzor. e si po, jo dhe ligj. në sensi do e denonconte, do i shkonte Okay. pas rastit. Po. Ti ke nuk mendon ashtu. Ai person do marrë të keqen gjithsesi, po edhe nëse ja bën ti me vetë gjyqësi është prap karma, duke vepruar. Unë do të thoja ka ndryshuar Shkak pasoja, fjalët. pra. Unë do të thoja shkak pasoja. Unë do të thoja ka ndryshuar fjalët me kalimin e kohës. Se karma ose shkak pasoja është shumë kollaj ta vëmë si një energji totale. Energjitë ose software-i jon, memoriat e mia dhe memoriat e tuaja janë një në thelb. Janë thjesht sinjale elektrike që përbëhen nga e njëjta gjë, nga Në atome, bazë të nga eksperiencave tona, ndryshojnë disi, po në të vërtet ne jemi të njëjtë të gjithë, ka drejt. Jemi pjesë e ta një bëjmë ndryshe eksperiencë. në momentin që ne kemi një kështu handshake. Shtrëngim duarsh. Shtrëngim duarsh bashkë. Arsye pse ka një përplasje ose një zhurmë që dëgohet është sepse ka transmetim energjie. Absolutisht. Ta zëm nga unë te ti. Nuk është nevojë ta zem. bësh vazhdimisht keq, shumë mirë ashtu. Okej. Ta zëm se është nga unë te ti, po mund të jetë dhe mbrapsht, është dhe mbrapsht, domethënë është e dypalshme. Nëse kalon energji nga unë te ti, ishte pjesë e sinjaleve elektrike që më përbëjnë mua dhe tani të përbëjnë ty, por nuk e majnë mend ndonjëherë që kanë qenë unë. Po e kuptoj, po Kjo shkëmbehet tregon- në këtë rast shkëmbehet vetëm nxehtësia dhe eksperjenca. Ajo eksperiencë Dakor. ndryshon Energji mënyrën me se si fjalë trupi tjera. joni percepton. Po, Energji me fjalë tjera. Unë do e lidhja edhe me intuitën. Sa herë që njeriu ka një aura që është vërtetuar dhe vërtetuar dhe Është vërtetuar. vështirë për mua ndjekët se ky a di si flet shumë kalon. shpejt, Jo, po. kalon nga i pa. Kalon në shumë tema, po. Po varet ku e gjen veten, ta bën më të lehtë. Jo, por prandaj duhet ta kuptoj. Mund ta ndalosh atje ku ndihesh i sigurt. Njeriu Se ka ka edhe që di një shumë kalon aura. shumë shpejt. Njeriu ka një aura që shkenca nuk e pranon shkencërisht, po është Si ta vërtetuar dim dhe që e ka, vërtetuar. pra? Kërko MRI scan, domethënë skani që bëhet për të panë Do nëse gjesh keni në smundje Google. në trup. Po, Nëse është në nxehtësia, Google është e ja. vërtet. Po. Është nxehtësia ajo. Gogoli. Ajo është nxehtësia, po është edhe sinjale elektrike që shpërndahen rrotull që përbëjnë mendimet tona. E njëjti material shpërndahet rrotull dhe mund të kapet wireless. Si kulla e Nikola Tesla, që shpërndan elektricitet wireless, ti shpërndan mendimet e tua në formë wireless dhe unë mund ta kuptoj, sidomos nëse të njoh për shumë kohë që të them pse që ke mërzit sot. Killua e bën me tek Ndërkohë që ti sekondësh. s'ma the që je i mërzit sot. Ajo Unë është edhe- ndjej disi. Ajo është edhe observim, se e dallon Sepse- gjuhën e trupit Dakor. për ta kuptuar Intuita. se si është. Shiko, Mund po të mund të themi marrim thjesht intuita. Po të marrim disa këngë të tua, se kjo e bën shumë interesante. Disa momente ku un kam gjetur pak karmë brenda, Po, sa fort, keni bravo. bukur që është. Për shembull te kënga SAD. Po. Na veç me emoji shprehim empati. Ja lan fajin botës, ama nuk po marrim për përgjegjësi. Mos marrja përgjegjësive, ajo që të kthehet kundër. Po. Tani shkak pasojë është, nëse ti nuk merr përgjegjësi, atëherë do jesh njëri i papërgjegjshëm dhe do ndodhin gjëra që ti nuk di si ti menaxhosh. Mund ta quajmë karmike këtë. Po është e njëjta gjë me fjalë të tjera. Vdesin për karmën. Është e njëjta gjë me fjalë të tjera, se edhe karma e quajmë fetare, po output dhe input energjie e quajmë pjesë të shkencës. Ferri dhe Edhe parajsa karmik janë. Karmike? Po, karmik. Nëse bën mirë, ti do shkosh në parajsë, nëse bën keq, Po do çfarë shkosh beson në ti? Se Ti beson njëjta që gjë do më shkosh në besoj. ferr, do Po shkosh në s'mund, parajsë fare. besoj. Ti je tani, jeton për tani, vetëm për momentin. Unë jetoj për tani, jam një qenie biologjike, Nuk e asnjë cila plan kur për veten të tënde. futet në dhe ose do të digjet një ditë ose whatever happens with the body, ajo që ndodh me trupin, sorry se më erdhi anglisht, S'ka gjë, pranohet. është thank you. Në gjuhë Do tjetër? bëj do shkrihet dhe do tretet dhe do kthehet në ciklin e vet dhe do bëhet plepër. Nuk beson as te Kështu që mishërimi. mishërim me fjalë të tjera. A Në ka- qoftë se do bëhesh ple, do vi moment që do bëhesh bim, Po, dhe edhe- pastaj do bëhesh kafsha ose dreri Do që e marrësh ha. funksion tjetër. Do marri funksion, po jo unë. Se këtu është problemi me karmën, se të drejt ajo që po thoni Po ju. ç'an do jo me- unë, me- unë Unë është individual, është E pjesë e kuptova, po trupit ç'an të do me cilën shpirtin ndjem. tënd në këtë rast, se njeriu nuk përbohet vetëm nga fizike. Shpirti.
Shpirti? Është ajo që ti reflekton sot. Fuqia, pasioni me cilin flet, mënyra se si dashuron. Është një dokumentar shumë i bukur që do dalte këtu shumë shpejt, kur njerëzit mësuan të përdornin zjarrin, filluan ta gatuajnë mishin. Edhe nuk ju duhej njëjta kohë për ta bërë gati, për ta mërtyp, për ta tret. Dhe kishin kombas ditë të rinin dhe gjatë kohës ata rinin ke zjarri, siç po rrimë ne ke zjarri jon. Zjarri mungon. Yes. Zjarrin mes. Ata filluan të abstragonin. Dhe kjo solli edhe të mirat dhe të këqijat e saj. Që do thot, ata abstraguan dhe than Zoti ynë është Zoti i ujit, ai tha është Zoti i i vetëtimave dhe filluan edhe përçarja, po në të njëjtën kohë të gjitha këto abstragime, gjithë kjo imagjinat, solli edhe të gjitha përparimet në shkencë që ne kemi sot. Me qartë. Dhe librat e Jules Vernit. Mishi i pjekur na zhvilloi trurin. Koha e lirë, ku ne nuk duhet të vraponim nga frika që gjitari që ishte përballë nesh ose që mund të vinte do na hante. E gjitha kjo fal pajdaqeve. Yes. Mrekulli. Plus shpikjes rrotës. Ai pastaj revolucioni industrial është edhe më i madh. Patjetër. Pse ka kaq shumë ligësi në botë? Sepse njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për veprimet e tyre. Për sa ligësi bëjnë. Po si bëhet? Si të mbijetojmë? Duket sikur është shtuar shumë kjo energjia e keqe. Është shtuar energjia e keqe sepse jeta është bërë shumë e shpejtë dhe korporatat që zotëria di gogoli. Keti dakord ti me këtë? Punëtorëve vet nuk i jep kohë që të mendojnë dhe i shtrydh në punë. Jam dakord, po karma shifet dhe të thjesht marrëdhëniet ndër njerëzore, të thjeshta, domethënë që është diçka që ne unë ti kemi që jemi takusa. Nuk ka pse të jetë karma? Është jam unë karma në krahas ju bëra ka diçka që po kthehet, diçka të mirë ose të keqe që ja kemi bën njëri tjetrit, ka dhe takime rastësore. Por karma shifet te marrëdhëniet ndër njerëzore. Është dikush që me dikë që sillesh mirë në shumicën e rasteve dhe ai sillet mirë mbrapsht dhe ana sjellta. Pastaj ka njerëz që janë në kontroll të vendimarrjes tyre, nuk ecën thjesht nga ti çoj karma, por vendosin që dikush që po më bën mirë, unë do i bëj keq në shkëmbim, që të përfitoj unë. E qartë. Edhe mjafton që mos të ndjesh faj, siç po flisim edhe më përpara. Mjafton të injorosh ndjenjën e fajit që ke dhe nuk ka karma për ty, se nuk manifestohet. E bën ti këtë? Po niçi ato fajin e kanë shpik njerëz të vegjël për t'i marrë të mëdhenj nën kontroll. Qartë. Po, në aspektin fetar, po. Po, jo, po edhe faji në vetvete varet është shumë gjë është ne kemi është përjetim personal, po prapë themi të rrethanat e mënyra si e rritur. Kemi empati brenda, kemi dhe ndjenjën e hakmarrjes, që po e thoni më përpara, se librat fetare shkruajnë që morali vjen nga Zoti, nga krijuesi, që është diçka me thonë që unë nuk kam moral për vete, pra po ja lej gjithçka në dorët e tjetrit. Si mendon ti gjithë krijuesi, gjithë kësaj gjëje mund të limitohet në këto morale të vogla që ka njeriu. Është thjesht kodi që i vuri, është si game of life, është pak kod, njësha dhe zero dhe pastaj vazhdon vetë. Ka dhënë këto game rules edhe me këto do lutë. Ka vu game rules, fix fare, por nuk ka lidhje tjetër me brenda Matrixit. Është do gjë e koduar? Jo, absolutisht. Po varet çfarë do të thon Matrix, po unë nuk besoj. Do të thon unë zgjedh që ka formula për qenë i suksesshëm, për gjetur lumturinë, për të bërë i pasur. Po që të besoj do thot unë të zgjedh diçka irracionale kot çorrazi. Unë them nuk e di, a ka Zot? Patjetër që mund të ketë. Unë se di. Ti ke zgjedhur, ke bërë ca zgjedhje në jetë. Ke zgjedhur të bësh muzikë. Po. Çfarë synimi ke me muzikën? Ku ti shkruan, ku ti flet? Pra ti flet për botën tënde të brendshme, ku shje se ke një vetbesim maksimal edhe nuk ta ndjen për njerëzit që të rrethojnë, apo realisht do të jesh një gjurmë. Dhe kur them gjurmë, ti udhëzosh ta njerëzit. Unë dua të kuptoj kur s'ka me vdek. Unë duhet të kuptoj veten time dhe unë mendoj siç tha edhe ai, nëse unë kuptoj veten time dhe nëse shumë njerëz më dëgjojnë mua, do e kuptojnë që jemi shumë ngjashëm me njëri tjetrin. Edhe njerëzit që janë të ngjashëm, edhe sidomos në kohën ku jetojmë ne, nëse njerëzit kanë vetdije dhe nëse njerëzit realisht i kushtojnë kohë njerëzve të cilët kanë përballë, nuk do shumë mend dhe punë ta kuptosh nëse dikush vërtet në mënyrë gjenuine është i mirë apo ka tendenca të këqija. Për shembull, shera parë që një atë nuk e ke idenë sa njëri mirë më duket. Vërtet? Ti bën të analizë kështu? Sinqerisht ta them, jo, kjo është intuitive. Intuitive. Kush ta thot këtë mesazh nga brenda? Ta them unë, senset bashkë me mendjen, bashkë me eksperiencat e mia të mëparshme. Po atë vjen si zë. Atë vjen si zë, një ndjenjë nga brenda që mund ta besoj këtë personi. Ose sidomos mendimin e ardhshëm që do kesh. Mund ta parashikosh mendimin e ardhshëm që do kesh. Ka fiksim të pyetja, bën gjithëve. Tregon shumë, të fut në një lup paradoksal që nuk mund t'i japësh asnjë përgjigje tjetër përveç Zotit. A mund ta vëzhgosh? Është ajo pyetja, a e parashikoj dot? Po, a e di ti çfarë do thuash pas kësaj? Nëse mund të bëj freestyle dhe mund ta di, mund ta bëjmë. Po, bëje. S'kam si, s'kam beat. Që ndërkohë që ritmi ecëm unë ja, unë mund freestyle. Go, ja.
Pijani është i kuq, ti dukesh e bukur. Sot dola në rrugë, desha me paun i flutur. Po në të njëjtën kohë që ky ma ritmin, unë as shpejt mund t'i them mendimet e mia sa mund ta rimoj, po kjo ka të bëj Me trurin e Edhe me- servitur. Ke dhe patrurin e stërvit, servitur, po është truri i servitur pra se ne nuk njohim asgjë tjetër përveç mendimit ton. Oh, fare, ë? Mendimi e krijoi gjithë. Nuk marrim stimuj nga jashtë, nga gjërat që na rrethojnë? Po, mendimi i përkthen. Po, e para ishte Gjuha. fjala, mendimet i kemi përmes fjalëve. E para ishte fjala. Po. Si ishte ajo me fjalën? Fjala është lajm? Se Fjala çfarë është thënë? lajm mrapsh. Unë kam të një këngë që them Zoti botën e krijoi me një fjalë, me ta u shpit gënjeshtra me kati i parë. Ë? Se fjala Ndarja. Që e ka fajin njeriu. Po. Zoti është i mirë në thelb, përpiqet të shkëtu me net në ndihmoj. Po ne jemi dëm i vetes edhe ajo që tjerëve. ka kriju gjithë këto që ne jetojmë nuk është i mirë as i keq, është. I mirë i keq e kemi konceptin tonë, ne. Thjesht Ti është. e qun I kemi vendosur ne po thua, Po. po yin e yang çfarë janë pastaj? Yin dhe yang. Oh, si Ja, ka se jemi me zotëria. foto, po. Rastësisht kjo është pamje që pan kur shohin një fenomen shkencor që quhet quantum entanglement, transmetimi i informacionit E në kuptoj. shumë larg Në në rastësi, po, kohë dhe- zero. Po. Te ka vizatu Buda 5000-6000 vite më parë, Heqim besyrin e që keq. mund të interpretohet fare mirë si portal që shkakton Portal se di, po bën sens ajo që thotë ti. Po e ka shkruajt biri i botës 5000-6000 vite më parë. Atë këtë e quajnë besim fetar tani. Bën sens ajo që Jo, thonë. dhënë bën analogji sens ajo që thotë, perfekte. sepse ajo është edhe natyrë, është edhe Fibonacci, që shihet edhe tek gjethet. Ato janë në natyrë. Që është kod tjetër. Dhe që ka pas njerëz shumë të ditur, ka pas dhe jo detyrimisht dia duhet përkthehet. Po janë besime personale në këtë rast, kështu Po si janë gjykon besime, ti. se ato është e prek e mat. Zotëria thot është edhe nëse shohim në quantum entanglement, mënyra se si ato kërcejnë, bëjnë një Është e njangull. njëjta gjë. Për të rikthyer te karma prap. Mendojnë që është Si një lloj kuskum. u prapëm shumë. Mendojnë që është një lloj justifikimi ose ngushëllimi ku njerëzit gjejnë stre për çdo të keqe që i Si ndodh. horoskopi, Ti nuk beson te horoskopi. Jo. Ç'është një horoskopi? binjakët. Ç'a di për vinjakët? Që kanë shumë fytyra dhe shumë e vështirë të jetosh me ta. Shiko, unë mendoj që ka një të vërtetë aty. Realisht, Okej. sepse ne përfaqësohemi qoftë nga mendimet, qoftë nga ndjenjat, qoftë nga dukja, nga paraqitja. Po. Dhe jetojmë në një shoqëri ku gjithë jemi personazhe dhe gjithë marrim role të caktuara. Edhe mendoj që edhe horoskopi, momenti kur ti ke lindur, për shembull unë jam Gaforja, që është një nga krijesat më të ndjeshme sipas horoskopit, shumë familjare si natyrë dhe unë e gjej shumë veten te kjo. Dhe kam rastisur dhe njerëz që i përkasin shenjës time dhe janë po të tillë. Dhe dashur pa dashur unë besoj te kjo, bie pre e kësaj. Ty mund të duket manipulim, po kush ka qenë kjo mendje kaq e zgjuar, saqë vetëm krijoi përmes këtë po disa shenjave të horoskopit 12 ti fuset gjithë njerëzit në një Janë thes që ata 13. të vepronin njësoj. Po, Janë janë 13 shenja 13. horoskopi? Është edhe Tem furku, tjetër. po. Mos do kalojmë pasaj se thon ascendenti, shenja hënë se është e komplikuar. Po nuk bën sens që Ajo është ajo thellosh, që tha pastaj. ai, nuk janë njerëz shumë të ndryshëm me njëri tjetrin. Unë jam binjakët, jam gaforre Po. dhe jam shumë i dhënë, jam shumë familjar dhe jam shumë pro familjes dhe jam shumë pro misive komunitetit se mendoj është mënyra më shëndetshme për të rritur qoftë për një të ri. E thënë kështu, Po. dakord, në një bisedë me mua po, ti e pranon që je natyrë familjare, po mënyra se si vepron pastaj, Familjare. dakord. mund të ta shpjegojmë ndryshe, që dikush thot jam Gaforja sepse kam lind në këtë muaj, edhe unë të them nuk ka rëndësi që ke lind në atë muaj, nuk të bën të njëjtë me të gjithë personat që kanë lind në atë muaj, thjesht gjithë personat që kanë lind në atë muaj kanë qenë në të njëjtën kohë ose mot, sepse në qoftë se ti je Gaforre, një Gaforre tjetër ka lind në të njëjtën kohë, në të njëjtën periudhë klimatike bashkë Po, me ty. po, s'lidhin Prezantimi në jot i 10 parë ato. me Jo, jo, botën normal është që. kaq nxehtë ose kaq ftohtë. Dielli është kaq larg, hëna është kaq larg. Kushtet atmosferike patjetër. Po, Hana këto për shembull ndikojnë. ka të bëj. Edhe Hana. në të korra patjetër. Nëse do marrësh një bujk ta pyesësh edhe një Hëna vendos ciklet e femrave. E Po, shikon edhe që e ajo, ke po. një besim, e ke Po s'është një besim ajo, është shkencë. Është thjesht shkencë, po. Unë të them edhe këto shkencë janë. Do më nxjerr patjetër besim sot. Do më fare, po nxjerr. nuk të ngacmon asnjë lloj gjëje, ëh. Unë desha me ju bëj Unë them krahasim. nuk di është gjëja më e bukur në botë, po njerëzit kanë frikë thonë nuk di, edhe zgjedhin të besojnë. Unë thjesht s'di. Ka shumë gjëra që do thot ai edhe ti, unë thjesht nuk i di. Dhe them si di dhe hajde ti mësoj nëse mundem ti perceptoj. Dakor, po s'mund nuk të them- nuk beson ti për shembull te Kishalaçit, që është vend i mirë. Nuk e besoj. Pse? Po se nuk e di. Unë Po të si nuk e them- di, ke dëgjuar. Jo Unë të them detyrimisht atje duhet lindesh shkojnë- i Ore. ditur për këtë pjesë. Ore ka shumë arsye që edhe ka shumë gjëra që njerëzit besojnë. Tani, nëse dikush beson te kisha e Laçit dhe ka shkuar aty dhe
ka ndier një energji ose ndodhur shumë raste. Ka ndodhur shumë raste super. Unë nuk njoh ndonjë rast personal, prandaj them nuk di. Edhe mund të ketë ndodhur që duhet ta provosh vetë. Energjia që ka qenë aty dhe vetbesimi i personit dhe pastaj do dalim te tema të tjera, konscienca universale, se janë të gjithë njerëzit aty që kanë shku me qëllim të mirë. Po, kanë lënë energji të mirë aty. Bravo, nëse shkojnë nimi vetë me energji të mirë aty. Bëhet vendi mirë, rrjedhimisht thua. Bëhet vendi mirë, rrjedhimisht, sepse gjithë kjo kemi edhe malin e Tomorit ashtu. Edhe mali i Tomorit. Që është vend shumë i mirë, ke qenë? E njëjta gjë. Jo. Hahet mish i mirë aty. Do shkojmë. Meqense po flisje për Do mish. Ju jap një referencë që mase ju ndryshon gjithë bot kuptimin gjithë. Hajde. Do ju bëj quote diçka nga Bibla, që është Revelation 18:23. Ka një pasazh që lexon sepse me magjitë tua u mashtruan të gjitha kombet. Njerëzit e lexojnë atë, edhe aty ka fjalë magji. Besonin magji? Beson magji? Por jo, more nuk besojnë magji. Hamar, Po si mund besoj magji? Po ku janë këto shtriga në kohrat moderne? Pse u zhdukën? Dakor, a do ta them ku janë? Marrin thonjë. Pikërisht atë do të thonë. Ku janë më vu? Tash mund ta quajmë për një moment magjin shkencë që se kuptojmë dot. Si më thon këtë telefonin, ja çon dikujt para 500 vitesh. Dikush shef këtë podcast intervistë, më çoj muk i shtrik se shkojon kur do zemra. Dikush ke shtrikan u atë magji bashk. Fjalë burra shkojmë. Çdo farmaciste. Po. Aty do më dal. Farmacistët janë shtriga. Ajo po si e solli ky. Është me kuptim literal. Se ju përmend këtë, është sepse në versionin origjinal në gjuhën greke, aty nuk lexohet fjalën magji, thoshte sepse me farmakeia të tua u mashtrua gjithë kombet. Farmakeia është ajo nga cila rrjedh fjala farmaci. Edhe kanë përkthy magji, edhe është me qëllim të keq. Farmakeia nuk do të më thonë thjesht barna, është magji që të bëhet përmes porcioneve. Literalisht nuk do e përkthenim magji, do e përkthenim shtrigëri. Do të thënë Hermiona është shtrig. Ilaçe. Kështu aty lexonte farmakeia, edhe nena e kanë përkthyr sipas meje me qëllim të keq magji, sepse nuk duan ta kuptojmë që po flet thjesht për farmaci, edhe nuk është magji, është thjesht një recetë që e bën dikush edhe pa pritur shërohesh nga stresi, si me magji, po ti s'e kupton se çka ka hedh aty brenda. Kështu që e quhen magji. Po, sepse i përndjeknin atë gjithë njerëz që mirëshin me këto kurime bimore, ke shumë drejt. A ma kupton thelbin domethënë, është pak magji, dy shoca me magji. Pak magji qetësuese. A kupton ç'do të them? Është një fjalë tjetër që e quajnë magji atë, domethënë edhe kjo është një fjalë tjetër. E quajnë karma, sot e quajmë input dhe output energjie. Sepse nuk është besim fetar, është thjesht metafizik që s'na ka shpjeguar akoma. Çfarë beson ti? Çfarë nuk beson? Çfarë nuk besoj. Çfarë beson? Jam shumë kurioz. Unë besoj që ne krijojmë vetë realitetet tona, thjesht duhet bind mendja subkonsciente me pranuesit vërtet. Njësoj si te eksperimenti double slit. Nuk ekziston, nuk është fare aty për sa kohë nuk e observon një konsciencë aktive. Pra ti bësh çfarë mendon. Që do të thotë ky muri këtu mbrapa meje nuk është aty për momentin. E ka njeriu fuqinë dhe potencialin Tema që ka hap ky është shumë temë gjatë, se ç'a ndodh. Ne senset tona e marrin informacionin shumë më shpejt se sa ne arrim ta përkthejmë. Pra i duket zero presje më pak se një sekond. 80% i sekondit, zero presje 8 si i bie. Po në të njëjtën kohë që këto sense e marrin, pra prekja janë të parë që e marrin, automatikisht në kokën tonë do lindin një tru që do mundohet ta përkthej. Tani do kthehemi te eksperimentin që thot ky. Observuesi që po e observon gjën që po ndodh, është i njëjti, thjesht mendja jon dualiste mundohet ta perceptojë si të ndryshëm. Ti japi sens. Po, ti japi sens, sepse në të vërtetë gjithmonë flasim në botën psikologjike. Okay. Se në tjetër unë jam tjetër. Pra është një mendim që po observon një mendim tjetër që mendon që është i ndryshëm nga ky mendimi më pashëm, po në të njëjtën kohë të dy janë mendime. Na kupton thjesht, sorry. A bëjmë 5 minuta pushim, lutem. Na fal publikitash. Ç'a ishte kjo? Ç'a ishte kjo që sapo dëgjuam? Lindi mendim. Okej. Shumë e thjeshtë. Lindi. A do jetë një mendim tjetër që gjykon atë mendim? Po. Besoj që po. Do pendohesh për gjëra që bën në të ardhmen, do pendohesh, është një mendim tjetër. Vjen një mendim që thu për shembull ky arisi shumë negativ dhe pastaj në të njëjtën kohë nga që çdo të jesh negative ti thu errezon atë. Po pse ndodh kjo? Sepse ç'është ky konflikt i brendshëm? Sepse ti do të krijosh një bindje, mendon që ai është negativ dhe i vë vulën. Sepse mendimi është dualist në vetvete. E mira e keqja, yin yang. Nuk e besoj. Unë si natyrë për shembull jam shumë e prerë, dhe nëse mendoj diçka për dikë,
Ajo është dhe nuk ndryshohet. Çfarë do të bëjë njeriu? Kush ta preu, kush është ai që ta Nëse preu kjo do brenda jetë- mendit Unë tënd? kam këtë lloj parimi që nëse një njeri ka një mendim të caktuar për ty, do sillet ashtu çfarë do të bësh ti për të, sado mirë edhe pupthi të hidhesh. Nëse një njeri të shikon edhe mendon që ti nuk je mjaftueshëm, Sa njerëzit nuk dëshojnë mendje thu ti. nuk e besoj. Nuk e besoj. Prandaj zgjedhin trin me njerëz caktuar, edhe kanë një lifestyle të ndryshëm. Po shkencëtarët dëshojnë mendje, e kuptojnë, Kjo është- bëjnë një Mirë, patjetër, eksperiment. po ajo Këto njerëz është. janë Ti thu njerëzit jo e zakonshëm. inteligjent. Prandaj njerëzit e zakonshëm janë të cekët, edhe gjërat shkojnë keq këtu. Shkencëtarët eksperimentojnë, provojnë, Po, japin dhe shanse për ta bërë botën më të mirë ndoshta ose për të përfituar më shumë shumë. cekët janë. Se ti e keni pa filmin Oppenheimer? E keni pa? Jo. Të Christopher Nolan. Oppenheimer. Kot. S'ka që gjithë gabime jemi sot, po bëjmë si të ditur. Që në fund aty te momenti i fundit ai mendon që Einsteini e ka tallur atë. E harrova unë që ishte kreu i gjithë investigimit që po bënte kundër Einsteinit Okej. edhe Oppenheimerit në atë moment. Dhe u tregu një qenie shumë emocionale aty se ai mendoi, sikur unë të mendoj që ju dy më keni përqesh mu, dhe pa e ballafaquar kur me ju, nisi një luftë të fshehtë që të rezonte të dy prej jush. Është sikur unë ndihem keq sot dhe pse Ta. jam shkencëtar dhe pse të tre jemi shkencëtar, bota emocionale është botë emocionale dhe kanë të brishtë dhe shkencëtare dhe mund të jetë edhe irracionale. A thua? Se Vazhdon nuk ka- jeton me iluzion Nuk ka gjithkohë. kritere për zgjedhje? Pa e ke pas janë si fëmijë emocionalisht, po ti vesh re. Jo, Ke nuk njohur njoh. ndonjëherë Ku kështu ka këtu? njerëz Ka që janë këtu prirur? shkencëtar? Po ka, në Shqipëri s'ka. Vërtet? Kushdo që është i zotin zgjem. matematika, është i pa Ka zotin mund gjuhë që janë marrë me shqipe. shkenca kompjuterike, janë shkencëtarë ata dhe janë njerëz që zakonisht kanë në botën e tyre, në dhomën e Të tyre, ju ka marrë izoluar, shumë kohë janë të introvert, izoluar. po thua. Dhe ata nëse shohin Introvert që i nënqesh, antiempatik. po, nëse i nënqesh, ata direkt është një gjë huaj e marrin shumë personale sepse nuk janë ekspozu. Okej. Pastaj do kalojmë edhe sa ndikon ekspozimin, kalojmë tema të tjera. Sa ndikon ekspozimi? Unë mendoj që është ajo që në psikologji quhet exposure therapy, që është terapia e ekspozimit, që gjendra amigdala që është në kokë, se stisi ta Ku e ke rrugë? aty mrapa, ajo është biologjikisht e ndërtuar për t'u inflamuar nëse ne ndjejmë frikë. Dhe ç'a ndodh? Ajo është programuar, që i fjalën e duhur, gjatë gjithë këtyre viteve që kemi ne si qenie njerëzore, Po më duket si për të na shkencëtar. ndihmuar, po, për të na ndihmuar që në momentin që vjen një rrezik karshinesh, ajo ndezet direkt dhe na vendos flight or fight mode. Dhe nëse ti e ekspozon këtë karshin i riskut të vazhdueshëm, herën e parë do trembet shumë, ndërsa herën e dytë, të tretë, të katërt, të pestë do di si ta menaxhoj shumë herë më Do mirë. fillosh se mbrahet, që- po thua. Të mbrohet, po dhe ta menaxhoj më mirë. Do e di, Luani nuk e di për sa shpejt do i vi herën e parë. Por në herën e 10 Fillon të lëviz para se më e ardh dim fare. se si Luani vepron. Si mund të shërohet njeriu? Si mund të gjej forcën brenda vetes për të mos qenë humbës? Po s'ka gjë të keqe ti je humbës. Varet çfarë flasim për humbje. Po ka njerëz që e vuajnë. Ajo që Shiko. e pranojmë për veten, ajo bëhet realiteti. Shoqëria Nëse e jonë pranon, është ashtu bëhet. shumë agresive. Edhe këtë po përmendim pak më parë që janë njerëzit e këqinj ata që prosperojnë edhe ecin. Edhe këto janë fakte. Okej, Pra në mas po ndodh patjetër, kjo. Dhe janë patjetër. njerëzit e mirë, qoftë të talentuar, qoftë të ditur çon si ka, thjesht zgjedhin bëjnë mirë ose zgjedhin mos bëjnë keq, nuk zgjohen me idenë që do t'i shkatroj ditën dikujt, që tërhiqen. Edhe mbyllen në vetvete. Dhe mendoj që ata e kanë forcën për të bërë mirë, edhe për t'i dhënë botës më shumë ngjyra. Po për Po sot është egoja ajo që drejton. Më Po kupton për çfarë do fatin të them? ton të keq, njerëzit që nuk janë të vetëdijshëm, që jo detyrimisht duhet t'i quajt këqij, nuk janë të vetëdijshëm dhe bëjnë dëm. Pa qenë të vetëdijshëm, sigurisht janë më të ndaj se sa njerëzit e vetëdijshëm, sepse njerëzit e vetëdijshëm do kohë ti je vetëdijshëm, do mund do dhe kushte. Ai që është, ku diun, ke fshati gjyshit tim puk. Ai nuk ka kohë sepse ai duhet dali, të presi drurë, të mjel lopën, gjitha këto. Ku do e marri kohën ai? Nuk ka që- kohë të mendoj. Po të nuk paktën ka- ai nuk bën keq, ai mel lopët. Nuk i është dhënë mundësia, ku e di ti? I bën Vërtet, keq se në duhet të atë- t'jepet mundësia për të atë bërë dhe keq? vendose drejtor të këtij programi. Ose bëje që ta marrë Epsteinin telefon. Përsa ko lopët e duan, mendoj që është njeri i mirë, se mund të zgjojë një ditë edhe të vepronte ndryshe. Ajo lopa do zhgënjet shumë në ditën që Nuk të vendosë mundet. ta Nuk haje. mundet? Lopën do e haj, Si? në moment do e haj herë ta vonë. Do haj lopën? Ç'a do bëj? Kjo është e dhimbshme. Tradhtia më e cikli. madhe në botë, ai fshatari që run gjithmonë delen nga ujku dhe pastaj e ha vet. Imagjino se ndihet delja. Tradhtia Jam më e madhe. jam shumë krenare për këtë emision. Është fikse ashtu siç e do. Ke diçka tjetër për të na thënë i nderuar Killo?
Një mesazh do duhet ja jepi njerëzve që ta mendojnë një herë. Unë mendoj përpara se të zgjedhin çfarë lloj besimi që duan të kenë, të vetë observojnë dhe të bëjnë shumë kërkim, shumë research. Nëse bëjnë research, do shkojnë te e vërteta. Po s'kan kohë. Ta gjejnë kohën. Ata që munden, unë nuk po them ta bëj dikush tani që për fat keq është në burg, se s'ka ku bë research ai në burg. Dhe vetë po analizoj veten e vet. Edhe lexojnë më shumë, e ke vënë re? Nëse po, e vërtet, nëse sjellin libra, thjesht mendoa se. Besoj që po. Plus keni kohë për meditim, për të bërë research të brendshëm. Bravo, edhe po mund ta bëjnë në burg. Ty të pëlqen meditimi? E ke praktikuar? Mua më pëlqen vetë vëzhgimi që është meditim. Okej. I bie shkurt. Mund të vëzhgohesh edhe duke ecë rrugës. Do e bëje një këngë me titullin Karma? Jo, po kam bërë një këngë që quhet Meditimet e Arisit. Nice. Do na kënosh në gjë? Ja të mundohem ta kujtoj tekstin. Mirëmëngjes, dita nisi, rrnov kapitalizmi, po jep mundësinë me bë parë çdo lloj pisi, një plak bërtet, rrnov markizmi. Po shesim kokra msheftas dielli, njerëzve që ju mungon ve shpirti nuk e maj mend, duhet jeni një turpsore. Do bëjmë këngë bashk. Për këngën. Për çfarë? Për Matrixin. Për Matrixin. Për Matrixin, hajde më. Unë Matrixa si dit, bro. Për ta mbyllur. Yes. Si njeri i ditur që ja nuk jam po përndet. Jo s'jam. Sinqerisht mendoj se jam. Na ke gënjur gjithë kohë? Jo, mendoj se s'jam, ka shumë njerëz më ditur se sa unë. Mundohem, përpiqem, po ka shumë gjëra që si di. Mirë, na thuaj një mesazh, diçka që do doje që njerëzit ta mendonin një herë që për ty është vlerë. Unë do doja që njerëzit të kërkonin sa më shumë në gjërat që ata kanë interes. Nëse ata besojnë tek diçka, të bëjnë sa më shumë kërkim shkencor, edhe duke vetë vëzhguar veten e tyre, që të arrijnë tek e vërteta e tyre dhe mos i marrin gjërat shabllon, sepse dikush i ka thënë. Secili duhet gjejë vërtetën e tij. Yes. Po mund ta bëj nesër. Nuk pres më veç deri nesër. Faleminderit shumë Aris Dema, ishte shumë kënaqësi dhe shumë suksesa. Faleminderit ju. Natën e mirë, bashkë takohemi në episodin e radhës në Mendoj një herë.